Mirëmëngjesit dhe mirë se vini në emisionin tuaj të përditshëm. Zgjohuni me ne. Data sot shënon 4 mars dhe ne si çdo ditë tjetër do të kthehemi pas në histori, art dhe kulturë. Do të vijmë ngjarjet më të rëndësishme të datës 4 mars, do të themi në vitin 1152, ku një nga figurat më të fuqishme të mesjetës, Frederick Barbarossa, shpallet perandori i shenjtë romak, duke nisur një epokë të re në historinë e Europës. Disa shekuj më vonë, në vitin 1789, në anën tjetër të botës, Kushtetuta e Shteteve të Bashkuara hyn zyrtarisht në fuqi, duke i hapur rrugën një sistemi të ri qeverisës që do të ndryshonte përgjithmonë historinë politike të vendit. Në vitin 1933, Amerika ndodhej në kulmin e depresionit të madh, kur Franklin Roosevelt mori detyrën si presidenti i 32 i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Me fjalimin e tij legjendare, vetmja gjë që duhet të kemi frikë është vetë frika. Ai frymëzoi një këmbë të tërë për të përballuar sfidat e asaj kohe. Ndërkohë, në vitin 1966, Britania e Madhe njohu zyrtarisht pavarësinë e Botswanës, duke i dhënë fund sundimit kolonial mbi këtë vend afrikan. Në kohë më të afërta në vitin 2009, në kulmin e krizës ekonomike globale, kryeministri britanik Gordon Brown mbajti një fjalim historik para Kongresit Amerikan, duke theksuar rëndësinë e bashkëpunimit ndërkombëtar. 4 marsi është dita 63 e kalendarit gregorian. Ngjarje. 51. Neroni, i cili më vonë u bë perandor romak, fitoi titullin Principus Luventitus, kryetar i rinis. 1351. Ramathibodi u bë mbret në Siami. 1519. Hernan Cortés arriti në Meksik gjatë kërkimit të civilizimit dhe pasurisë aktike. 1791. Vermont u bë shteti 14 i SBA-ve. 1894. Nga zjarri i madh në Shangaj, mbi 1000 ndërtesa u shkatërruan. 1902. U themelua American Automobile Association në Chicago. 1970. Eksplodoi nëndecja franceze Aerodis. 1977. Tërmet në Bukuresht, Rumani. 1980. Robert Mugabe fitoi zgjedhjet dhe u bë kryeministri i parë i zi në Zimbabwe. 1982. NASA lancoi Intelsat 5. Data 4 mars ka lindur gjithashtu personalitetet të shuara në histori dhe në vitin 1678 lindi Antonio Vivaldi, kompozitori i famshëm italian, muzika e të cilit vazhdon të dëgjohet edhe sot. Më vonë në vitin 1877 erdhi në jetë Gareth Morgan, shpikësi afroamerikan që ndryshoi historinë me krijimin e semaforit dhe maskës së gazit. Në botën e shkencës në vitin 1904 lindi George Gamow, fizikanti dhe kozmologu rus-amerikan që dha kontribut të madh në teorinë e Big Bangut. Në botën e muzikës dhe artit, në vitin 1951 u lind Chris Rea, këngëtari britanik i njohur për hitin e tij Driving Home for Christmas. Dhe në vitin 1968, në skenën e filmit dhe muzikës britanike, u shfaq Patsy Kensit, aktoreja dhe këngëtarja me karrierë të spikatur. Lindje. 1394. Lindi Henry the Navigator, eksplorues nga Portugalia. 1678. Lindi Antonio Vivaldi, kompozitor italian. 1822. Lindi Julius Antonius Lisaius, matematikan dhe fizikan francez. Por kjo datë ka shënuar gjithashtu dhe humbjen e personaliteteve të mëdha dhe në vitin 1193 vdiq Saladini, udhëheqësi musliman që mbajti Jeruzalemin në kontrollin e tij për një kohë të gjatë. Në botën e letërsisë në vitin 1852 u nda nga jeta Nikolaj Gogol, shkrimtari i madh rus që la pas vepra të pavdekshme si Shpirtat e vdekur. Në Itali në vitin 1938 u shua Gabriel D'Annunzio, poeti dhe dramaturgu që pati ndikim të madh në kulturën europiane. Në botën e kinemas në vitin 1993 bota humbi John Candy, aktorin e dashur kanadez të filmave komik.
Më afër kohëve tona në vitin 2020 u nda nga jeta diplomati i quar Javier Pérez, ish sekretari i përgjithshëm i OKB-s, i cili la gjurmë në politikën botërore. Vdekje. 1832. Vdiq Jean-François Champollion, egjiptolog francez. Tani u ftë të ndiqni rubrikën E dhe shëndeti. Fruti i pasionit është një frut ushqyes tropikal që po fiton popularitet në të gjithë botën. Ekzistojnë disa lloje që ndryshojnë në madhësi dhe ngjyrë. Varietetet e purpurta dhe të verdha janë ato më të zakonshme të frutave të pasionit. Frutat e pasionit janë një burim i mirë i lëndëve ushqyese, veçanërisht në fibra, vitaminë C dhe provitamin A. Është gjithashtu i pasur me përmbajtje të dobishme bimore, përfshirë karotenoidët dhe polifenolët. Në fakt, një studim zbuloi se frutat e pasionit ishin më të pasura në polifenole se sa shumë fruta të tjera tropikale. Për më tepër, fruti i pasionit përmban edhe një sesi të vogël hekuri. Trupi juaj zakonisht nuk e përthith hekurin nga bimët shumë mirë, sidoqoftë hekuri në frutin e pasionit vjen me më shumë vitaminë C, e cila dihet se përmirëson thithjen e hekurit, e pasur me antioksidant. Antioksidantët mbrojnë trupin tuaj nga radikalet e lira, të cilat janë molekula të paqëndrueshme që mund të dëmtojnë qelizat tuaja kur ato janë të pranishme në një numër të madh. Frutat e pasionit përmbajnë shumë antioksidant, në veçanti vitaminë C, beta-karoten dhe polifenolet. Polifenolet janë komponime bimore që kanë një sër efektesh antioksiduese dhe antiinflamatore. Kjo do të thotë se ata mund të zvogëlojnë rrezikun tuaj për inflamacionin kronik dhe sëmundjet e zemrës. Vitamina C është një antioksidant i rëndësishëm që duhet ta merrni në dietën tuaj. Ai mbështet sistemin imunitar. Beta-karoteni është një antioksidant i rëndësishëm gjithashtu. Trupi juaj e shndron atë në vitaminë A, e cila është thelbësore për ruajtjen e shikimit të mirë. Dietat e pasura me beta-karoten me bazë bimore kanë qenë të lidhura me një rrezik më të ulët të disa llojeve të kancerit. Farat e frutave të pasionit janë të pasura me piceatenol, një polifenol që mund të përmirësojë ndjeshmërinë ndaj insulinës dhe të zvogëlojë potencialisht rrezikun e diabetit të tipit 2. Fruti i pasionit përmban shumë vitamina dhe vlera ushqyese mjaft të rëndësishme për organizmin. Forcon ndjeshëm imunitetin. Parandalon zhvillimin e qelizave kancerogjene. Përmban sasi të madhe të vitaminës A. Është i pasur në fibra. Rregullon qarkullimin e gjakut, forcon kockat, lufton pagjumsinë. Për biografinë e sotme kemi zgjedhur të flasim për një yll të komedisë që vazhdon të ndriçojë edhe sot. Më 31 tetor 1950 në qytetin e vogël Newmarket, Kanada, lindi një djalë që do të bëhej një nga figurat më të dashura të komedisë, John Franklin Candy. I rritur një familje modeste, John e zhvilloi dashurinë për humorin që në fëmijërinë e tij. Edhe pse humbi të altin kur ishte vetëm 5 vjeç, ai ruajti një natyrë të butë dhe një dëshirë të madhe për të bërë të tjerët të qeshin. Në vitet e rinisë ai filloi të studionte për gazetari në St. Hill College, por pasioni për aktrimin e tërhoqi më fort. Ai hyri në skenën e komedisë duke u bërë pjesë e Second City, një grup i famshëm komedianësh kanadez. Ishte pikërisht aty ku talenti i tij i arzakonshëm filloi të shkëlqej, duke i dhuruar publikut personazhe të paharrueshme dhe humor të mpret. Në vitet 80 shënuan ngritjen e tij në kineman botrore. Ai spikati në disa filma të mëdhej komik, duke fituar menjëherë zemrat e audiencës. Një nga rolet e tij më ikonike erdhi me filmin Planes, ku luajti për krah Steve Martin. Me natyrën e tij të ngrohtë dhe të sinqertë, Candy e bëri këtë film një nga komeditë më të dashura të gjithë kohërave. Pavarësisht suksesit në ekran, Candy ishte një njeri modest dhe i përkushtuar ndaj familjes. Ai ishte i martuar me Rosemary Hober dhe kishte 2 fëmijë, Jennifer dhe Christopher, të cilët e adhuronin. Fatkeqësisht, pas një jete të mbushur me të qeshura dhe dashuri për publikun, ai ndërroi jetë më 4 mars të vitit 1994 pas një ataku në zemër ndërsa xhironte filmin Wiggins East në Meksik. Alain Delon. Alain Fabien Maurice Marcel Delon lindi më 8 nëntor 1935,
Është një aktor, regjisor dhe biznesmen francez. Ai ishte një nga aktorët më të shquar të Europës dhe seksi simboli i ekranit në vitet 1960, 1970 dhe 1980. Në vitin 1985, ai fitoi çmimin César për aktorin më të mirë për interpretimin e tij të Notre Histoire 1984. Në vitin 1991, ai mori Legionin e Nderit të Francës. Në festivalin e 45 ndërkombëtar të filmit në Berlin, ai fitoi Ariun e Artë të Nderit. Në festivalin e filmit në Cannes 2019, ai mori Palmën e Artë të Nderit. Delon u vlerësua nga kritikët për rolet në filmat Purple Noon 1960, Rocco and His Brothers 1960, Les Chis 1962 dhe Leopard 1963, Les Samurai 1967, La Piscine 1969, La Cercle Rouge 1970, Un Flic 1972 dhe Monsu Klein 1976. Gjatë karrierës së tij, Delon punoi më shumë regjisor, duke përfshirë Luchino Visconti, Jean-Luc Godard, Jean-Pierre Melville, Michelangelo Antonioni dhe Louis Malle. Si këngëtar, Delon regjistroi duetin popullor Paroles Paroles 1973 me Dalitën. Ai mori në shtetësinë zviceriane në vitin 1999. Delon pësoi një goditje në qershor 2019. Ai u shtrua në spital pasi kishte marramendje dhe dhimbje koke. Në gusht 2019, ai po shërohej në një spital zvicerian. Në një intervistë të vitit 2021 me Paris Match, Delon shprehu mbështetjen për eutanazin, duke quajtur atë gjëja më logjike dhe natyrshme. Në vitin 2022, djali i Delonit, Antoni, zbuloi në autobiografinë e tij pas vdekjes së nënës së tij, Natalie. Alen tha se donte të hiqej nga mbështetja jetësore, popullore, parole në koma dhe i kishte kërkuar Antoni për të përmbushur kërkesën e tij nëse paraqitet një rrethana të tillë. Menjëherë pas kësaj, disa organizata lajmesh raportuan se Deloni po planifikonte të jepte fund jetës së tij nëpërmjet në gusht 2000 eutanazisë. Por raportet u mohuan me vendosmëri nga djali i tij, Alain Fabien, i cili tha se citimet nga libri i Antoni Delon ishte nxjerrë jashtë kontekstit. Në 28 janar të vitit 1936, në lagjen Palorto të Gjirokastër, në një familje bektashie qytetare, i biri i Alit Kadarez dhe Hatixhes nga dobatët. Shkollën fillore dhe të mesme e mbaroi në Gjirokastër. Në moshën 12 vjeçare u arrestuan në akuzën falsifikues monedash, me që gjatë lojës me shokun e tij kishin krijuar me plumb të shkrirë monedha 5 lekëshe dhe ja kishin treguar gjithkujt me hare. Kur ishte 13 vjeç, zbuloi Macbethin e Shakespeare-it dhe kështu i lindi dashuria për letërsinë. Në këtë moshë shkroi tregimet e para të cilat i botoi revista Pioneri në Tiranë. Në moshën 17 vjeçare, shkroi 2 poezi për Stalinin. Shkollën fillore dhe studimet universitare i kreu në Tiranë, ku jetonte te shtëpia e tezeve. Në vitin 1958 mbaroi degën e gjuhës dhe letërsisë në Universitetin e Tiranës dhe u diplomuar për mësuesi. Shkroi romanin e tij të parë, Mjegullat e Tiranës, të cilën e përfundoi në prag të vijimit të studimeve në Bashkimin Sovjetik. Në vitet 1958 deri 1960 studioi në Moskë në Institutin e Letërsisë Botërore Maksim Gorki, gjatë periudhës së zbutjes hrushoviane. Atje pati mundësi të lexonte letërsi bashkohore perëndimore, e cila kishte filluar të përkthehej në vitin 1958, mbaroi degën e gjuhën në akuzën false dhe fillimeve të viteve 60. U njoh për poezi, kishin krijuar kurse duke filluar nga vitet 60 për prozë. Në fillim të vitit 1970, shtëpia botuese franceze Albin Michel botoi në frëngjisht romanin Generali i ushtrisë së vdekur. Ai pati jehon të jashtëzakonshme në Francë brenda 3 vjetësh, u përkthye në gati 20 gjuhë të ndryshme. Më tej, i rikthye prap temave historike. Shkroi e botoi romanin Kështjedha dhe Kronik në gur, të cilat u botuan në Francë, njëra pas tjetrës. Fillimin e tetorit të vitit 1975, shkoi për botim poemën Pashallarët e Kuq,
por botimi i saj u pezullua. Në prag të vijimit të autokritike, Kadareu ndëshkua me vërejtje të rëndë në kartën e regjistrimit dhe paralajmërim për përjashtim nga partia dhe u ndalua botimi. Si shkrimtar, shuhet kryesisht për prozë, por kontributi i tij shtrihet dhe në dramaturgji, poezi dhe përkthime. Nisi të shkruaj kur ishte ende i ri, fillimisht poezime të cilat u bë njohur, të cilat u botuan në faz edhe prozë, duke u bërë prozatori kryesor shqiptar. Deri më sot, veprat e tij janë përkthyer në rreth 45 gjuhë të ndryshme, duke qenë kështu përfaqësues kryesor të studimit letërsisë shqipe nëpër botë. Shkua me vërejtje të rëndë. Në vitin 1996, Kadareu bë antar i përhershëm i Akademisë së Shkencave Morale dhe Politike në Francë. Është nderuar me shumë çmime ndërkombëtare, mes të cilave çmimi Man Booker International në vitin 2005, çmimin Princesa de Asturias për artet në vitin 2009 dhe çmimin Jeruzalem në vitin 2015. Kadare është martuar me shkrimtaren Helena Kadare dhe ka 2 vajza, janë përkthyer në rreth 25. Gresa mbaroi Fakultetin e Shkencave të Natyrës në Francë dhe vijoi dhe kreu studimet në Universitetin e Sorbonës dhe punon si shkencëtare dhe pedagoge në Francë. E vogla Besiana ka qenë ambasadore e përhershme e Shqipërisë në UNESCO. Do të vijojmë me rubrikën Kuriozitete, ku sot do të flasim për faraonin me pasaport. Në vitin 1974, shkencëtarët egjiptian vunë re se mumia e Rameses II, një nga faraonët më të mëdhenj të Egjiptit të lashtë, po përkeqësoi për shkak të dëmtimeve nga mikroorganizmat dhe kërpurdhat. Për të shpëtuar, u vendos që trupi i tij të dërgohej në Francë, ku ekspertët mund të kryejnë analiza dhe restaurime të nevojshme. Por këtu erdhi një problem ligjor. Sipas ligjeve franceze, çdo person i gjallë ose i vdekur duhet të ketë një pasaport për të hyrë në vend. Si rrjedhoi qeveria egjiptiane detyruar të lëshonte një pasaport zyrtar e Rameses II, dhe pse ai kishte vdekur më shumë se 3000 vjet më parë. Në pasaportën e tij emri i faraonit ishte shkruar si Rames II, mbret i ndjer, dhe në vend të profesionit kishte të shënuar mbreti i Egjiptit i vdekur. Ky ishte një rast i rrallë dhe ndoshta unik në histori ku një mumie mori dokumentacionin e nevojshëm për të udhëtuar jashtë vendit të tij. Kur avioni që transportonte mumien e Rameses II ul në aeroport, në Paris nuk u trajtua thjesht si një objekt arkeologjik, përkundrazi autoritetet franceze pritën atë me të gjithë nderimet ushtarake dhe shtetërore, njësoj si do të vepronin për një kryetar shteti. Një gard nderi e ushtrisë franceze qëndronte gati, dhe faraoni u shoqërua me respekt të madh në laboratorët e Muzeut të Njeriut, ku ekspertët kryen analiza dhe trajtime për të ndaluar dëmtimin e mëtejshëm të trupit. Ata zbuluan se mumia ishte sulmuar nga kërpurdhat dhe mikroorganizmat dhe pas disa muajsh restaurimi, trupi i Rameses II e përsëri në Egjipt. Sot ai gjendet në Muzeun Kombëtar të Shtretërimit Egjiptian në Kairo, ku vazhdon të mbetet një nga figurat më madhështore të historisë. Çdo kush nga ne familjen e ka të shenjtë dhe të paprekshme nga ndikimet jashtë, por ja që edhe ajo ndryshon. Ka tepër ndryshim nga familja që kemi në ditët e sotme dhe ajo që ka qenë. Në vitet e fundit koncepti i familjes, por edhe vetë familja shqiptare është duke kaluar një krizë të madhe, një krizë e cila ja ka ndryshuar përgjithmonë fytyrën familjes tradicionale shqiptare. E kaluar është tashmë familja e përbërë nga gjyshi, gjyshja, kushërinjtë e kushërirat. Tashmë familja përbëhet vetëm nga prindërit dhe fëmijët. E kaluar është tashmë familja ku autoriteti i prindit ishte i padiskutueshëm, familja e cila dikur ishte e shenjtë, për të cilën kanë dalë shumë proverba prej popullit sot nuk ngjan më me të vjetrën. Shndrimi i shoqërisë ka një shoqëri tradicionale dhe mbyllur në një shoqëri të hapur kapitaliste, ka tepër ndryshime rrënjësore sociale e ekonomike që ishin përfundimi i këtij kalimi, krijuan një model të ri të familjes, i cili nuk ngjan pothuajse një krizë të vite më përpara. Familja shqiptare përjeton sot të gjitha ato dukuri dhe ndryshime që karakterizojnë mbar shoqërinë shqiptare. Pari sa më familja e përbërë është ajo është familja në tranzicion. Tiparet e saj dhe problemet me të cilat përballet ajo janë po ato tipare dhe po ato probleme që shoqërojnë transformimin ekonomik, politik, kulturor e social të shoqërisë, me veçori që kushtozon vetë natyra e familjes. Ndryshimi i marrëdhënieve martesore, bashkëshortore dhe familjare. Sot martesat me mblesëri janë bërë një dukuri mjaft e rrallë që e gjem kryesisht në zonat
rurale, por kështu kanë ndryshuar marrëdhëniet midis burrit dhe gruas për sa i përket rolit, detyrimeve dhe përgjegjësive që ka kaluar një familje, si dhe kontributit që japin në mirëqenien ekonomike dhe psikologjike të saj. Burri dhe gruaja, sidomos në familje qytetare, janë sot në një pozitë më të barabartë se në të kaluarën. Jo thjesht për sa u përket të drejtave ligjore, por edhe në shumë aspekte dhe veprimtari të jetës së përditshme. Një dukuri thuajse inekzistente 20 apo 15 vjet më parë, por relativisht e përhapur në ditët tona, është bashkëtesa para martese, ose bashkëtesa si një formë alternative martesës. Emancipimi i femrave dhe dëshira e tyre për të marrë një arsim universitar dhe pas universitar, si dhe për të nisur një karrierë profesionale, kanë sjellë si rezultat shtyrjen e moshës mesatare të martesës, familjes, si për ato vetë, ashtu dhe për meshkujt. Etografia është shkencë historike e cila studion kulturën, zakonet, mënyrën e jetesës së popullit. Ndryshimi vërehet që në prodhimin e bukës, që shumë rrallë njerëzit e përgatisin vetë, si dikur në përpunimin e bylmeteve dhe në sofrën e cila shtrohej duke e thënë kështu që ndisur sipas një rradhe të caktuar në familje. Muzika shqiptare. Në të kaluarën dallonte nga koha e sotme, sepse në këngë, në të kaluarën përmbajtja e këngës ishte më shumë patriotike. Muzika në kohën e kaluar ka shumë dallim me atë që është sot. Disa nga mjetet me të cilat përpunoi muzika atëherë kanë qenë çiftelia, sharkia dhe surlja. Sot kemi disa si klarineta, piano dhe kitara. Kultura artistike popullore lidhej dhe me kërcimin. Vallet sipas zonave ishin domethënëse dhe i dallonin fiset nga njëri tjetri. Çfarë bënin fëmijët e të rriturit në kohën e lirë? Meshkujt kur kishin kohë të lirë luanin lojra të ndryshme si kulla, kuti dhe kliçka, filxhanash, hedhja e gurit, loja me kapuça. Vajzat punonin oja me goblen, luanin mes dy zjarreve me guralec. Ndërsa koha e lirë tani, shumica e të rinjve tani në kohën e lirë e kalojnë duke luajtur në lojrat elektronike dhe duke lundruar në internet. Nuk themi dot nëse ka qenë më mirë atëherë apo tani, pasi kanë avantazhet dhe disavantazhet e tyre të dyja kohët. E vetmja gjë e pandryshuar mbetet termi familje. Tani u ftoi të ndiqni parashikimin e motit për territorin shqiptar. Territori shqiptar për datën 4 mars 2026 do të jetë në ndikimin e masave ajrore të qëndrueshme, duke sjellë mot kryesisht me diell dhe temperatura në rritje. Paraditja do të jetë e kthjellët në pjesën më të madhe të territorit, ndërsa pasditja vjon me diell dhe vranësira të lehta kalimtare në zonat lindore. Temperatura minimale pritet të zbresë deri në 4 gradë Celsius, ndërsa ajo maksimale do të arrijë deri në 19 gradë Celsius. Gjatë ditës priten rreth 7 deri në 9 orë me diell. Era do të fryjë lehtë nga drejtimi jug-perëndimor me shpejtësi 2 deri në 5 metra për sekond. Deti do të ketë dallgëzim të ulët rreth 1 deri në 2 ball. Indeksi ultraviolet për Tiranën pritet të jetë i ulët rreth 3. Sipas të dhënave astronomike, lindja e diellit në Tiranë do të jetë rreth orës 6:04 minuta, ndërsa perëndimi rreth orës 17:41 minuta. Temperaturat minimale dhe maksimale për disa qytete kryesore të Shqipërisë do të jenë si më poshtë. Shkodër 10 deri në 17 gradë Celsius. Kukës 7 deri në 15 gradë Celsius. Peshkopi 7 deri në 14 gradë Celsius. Tiranë 12 deri në 18 gradë Celsius. Durrës 10 deri në 17 gradë Celsius. Kavaj 9 deri në 17 gradë Celsius. Elbasan 11 deri në 18 gradë Celsius. Berat 10 deri në 18 gradë Celsius. Korç 4 deri në 12 gradë Celsius. Vlorë 11 deri në 18 gradë Celsius. Gjirokastër 10 deri në 17 gradë Celsius. Sarand 12 deri në 19 gradë Celsius. Tani u ftoi të ndiqni parashikimin e motit për territorin e Kosovës. Territori i Kosovës për datën 4 mars 2026 do të karakterizohet nga mot relativisht i qëndrueshëm me vranësira të pjeshme dhe intervale me diell. Paraditja do të jetë me alternime mes diellit dhe rreve kalimtare, ndërsa pasditja vijon me mot të qetë.
Temperatura minimale pritet të zbresë deri në 0 gradë Celsius, ndërsa ajo maksimale do të arrijë deri në 16 gradë Celsius. Era do të fryhej lehtë nga drejtimi perëndimor me shpejtësi 2 deri në 4 metra për sekond. Indeksi ultraviolet për Prishtinën pritet të jetë i ulët rreth 3. Sipas të dhënave astronomike, lindja e diellit në Prishtinë do të jetë rreth orës 6, ndërsa perëndimi rreth orës 17:35 minuta. Temperaturat minimale dhe maksimale për disa qytete kryesore të Kosovës do të jenë si më poshtë. Mitrovic 4 deri në 15 gradë Celsius. Podujev 2 deri në 14 gradë Celsius. Skënderaj 0 deri në 14 gradë Celsius. Pej 6 deri në 13 gradë Celsius. Prishtinë 3 deri në 14 gradë Celsius. Gjakov 4 deri në 16 gradë Celsius. Malishev 4 deri në 14 gradë Celsius. Gjilan 3 deri në 15 gradë Celsius. Perizaj 3 deri në 15 gradë Celsius. Kaçanik 5 deri në 14 gradë Celsius. Suharek 4 deri në 15 gradë Celsius. Prizren 4 deri në 15 gradë Celsius. Të nderuar teleshikues, kemi arritur në fund të emisionit edhe për ditën e sotme. Bashkë do të rishihemi sërish nesër në po të njëjtën orë. Deri atëherë, miru takofshim.